Prishtinë për asamble, është në listë, dhe mendoj që ai vetëm ato votat e veta që i ka marrë për asamble, me i punë parti është pozitive. Yll Boga i pashtu ekip të tillë. Akoja nuk pëlqen konferencia aderim. Shumë keq. Jo, këtë kanë qitë. Djali ka marrë një kusur vota. Çfarë se qitën Ramush Haradina i dol për dorë me dorë ai Imran. Çfarë është pjesë e listës për deputet. Yll Boga i pashtu. Fatimi është diçka tjetër. Po ja pesho, po vot me konferencë. Po në fakt e ka prezantuar si kandidat për deputet. Smolaj, asambleisti më votuar. Yll Boga asambleisti tret më votuar, po ashtu pjesë e listës për çfarë votat, edhe ai afërsisht 1000 vota i ka marrë. Tashni, për Agim Çekun fola. Dardan Krasniqi është Prishtinë prapë në AKA. Po në listë. Zyrtarisht ka sot, po Agim Çeku dhe thashë, Agim Çeku ka me ndiku pozitivisht në diasporën e Kroacisë dhe ka me pas reflektim tërë pozitiv. E ki Dardan Krasniqin, po ta kryej tashni deri në fund. Po ta kryej në fund tani kthejna. Ja, ta kryej në fund. Dardan Krasniqin, aktivist, tepër aktivist i njohur i vetëndosjes, nga paknacia që ka pas me partinë e tinaj, nga keq menaxhimi që ka pas kritikat vazhdueshëm, Dardan Krasniqi me gjas nesër bëhet pjesë e listës së AKS, që është kunati Alban Haxhi ose vllavi i Alban Krasniqit. E ki Blerën Bajramaj për shembull prurje re, që është një njeri që ka tregu veten edhe luftë Kosovë edhe luftë Maqedoni, që tha ne ka tregu, domethënë ka jep shumë për kombin shqiptar. Ne aderim i rëndësishëm që do të bëhet nesër. Mehmet Linaku nga Vështria, një afarist tepër i njohur në Gjermani, një prej afaristëve më të njohur në Republikën Bayernit, nesër zyrtarisht do të bëhet pjesë e listës së AKS. Pra nëse e shet çit përmbajtje të listës, pra ku ky ta aktivizon diasporën e Gjermanisë, ky tjetër të Kroacisë, këta tjerë votën e mbrojtshme, unë mendoj që AKS është të vepruar tepër mirë, ndoshta asnjë. A rrezikojmë dalë para ata. Betejë gjithmonë bëhet me dalë para. Çka më fol për AKN ky me detaje komplet na foli për AKN. Ku më dita për AKN? Sa për shtet? Po. Per? Ja. A di pse ka Dauti si numër do. Dauti ka numër 50 gjithmonë. Po 50 që ati AKS. Jo, unë e konsideroj që për gjithsesi që na akuzon një riorganizim i AKS pa diskutim për gjasat për thellur, unë uroj që si subjekt politik AKS ta vazhdoj rrugtimin edhe ciklin e saj politik. Por megjithatë kam dyshimet e mia nëse dalja do të jetë shumë e madhe në këto zgjedhje. Me atë sa na tha Baraliu që gjasat janë për të pasur një 5% të mirë të daljes më të madhe se në zgjedhjet e kaluara, gjasat për subjektet e vogla politike pajtohen me zëqin gjenial. Sa jepi për AKN Baraliu? Nuk e pash. Po nëse kemi këtë dalje 5% më shumë. Ai me dalje e ka bu motin e sentimentit. E ka bu me një dalje